Vdes ndjenja e dashurisë për hit Allahut, një shok që e largon, që ka qenë gjendje për ty të shërben, e të shoqëron, e të ka dashur për hit Allahut, e ka qenë gjendje për ty që dhe të vdes në momentet e vështira, të bëhesh sikur nuk e njeh ato fare. Nuk jep vlerë një shokit tënd, një vllavit tënd, një dashamirit tënd, një mikut tënd, për të cilën e dën Allahun, e dën të dërguarin e tij. Dhe ai ka qenë gjendje që me shërbye, me shoqëru një besnikut që ka qenë gjendje çdo send të bën për ty, e largon ato dhe bohesh pastaj sikur nuk e njeh në rrugë. Vdes ndjenja e dashurisë për hit Allahut, që ta duash dikan për hit Allahut, e ti duash ata që i dën Allahu xhel xhelalu, pastaj i shkon dhe i jep përparësi atyre të cilët nuk i dën Allahu xhel xhelalu. Nuk ka mundësi që të jesh nga të dashurit dhe nga miqt e afërt e Allahut xhel xhelaluhu, derisa të i duash ata të cilët i don Allahu xhel xhelaluhu. E don vllavin musliman për shkak se është musliman. Nuk e urrejn një vllav musliman për shkak se është musliman. Mund të kesh ndonjë mospajtim, ndonjë grindje, një fjalë, po nuk e urrejn muslimonin asnjëherë. Nuk i jep favor një jo muslimonit mbi muslimonin asnjëherë. Se si ka dhuruar Allahu xhel xhelaluhu asnjëherë, e ti pastaj të bëhesh nga ata të cilët ja jep atë favor me të cilën nuk e meriton.